Përshëndetje të nderuar shikues, jemi takuar në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të ndiqni. Një qendër kërkimore shkencore do të ngrihet në bashkëpunim me OSBE-n dhe Universitetin e Qrem Çabej në Gjirokastër. Objekti i saj do të jetë ruajtja e ambientit pa prishur shkallën e zhvillimit ekonomik shoqëror të gjithë rajonit jugor. 47.600 votues numërohen në listat e Bashkisë Saran për zgjedhjet parlamentare të 11 maj. Gjithë procesi zgjedhor në këtë bashki do të administrohet nga KZAZ 91, ku të gjithë antarët janë bashkëpunues dhe të angazhuar për të kurorzuar një proces zgjedhor të bazuar në ligj, të rregullt dhe të qetë. Pazari i Gjirokastrës është një destinacion i preferuar për turistët, sidomos gjatë pranverës, kur qyteti është më i gjallë dhe ofron një atmosferë të veçantë. Në këtë stil, Gjirokastra vazhdon të tërheqë një numër në rritje turistësh. Prej datës 14 prill janë hapur aplikimet për skemën kombëtare të subvencioneve në bujqësi. Bashkia e Libohovës po ndihmon fermerët dhe blegtorët për të plotësuar dokumentacionin e nevojshëm për aplikim dhe deri më tani rreth 40 fermerë janë paraqitur për asistencë. Ju njohim tani më gjerësisht. Një qendër kërkimore shkencore do të ngrihet në bashkëpunim me OSBE dhe Universitetin e Qrem Çabej në Gjirokastër. Objekti i saj do të jetë ruajtja e ambientit pa prishur shkallën e zhvillimit ekonomik shoqëror të gjithë qarkut jugor. Prezenca e OSBE-s në Shqipëri dhe Universiteti i Gjirokastrës kanë arritur në një marrëveshje shumë të rëndësishme, që është ngritja e një qendre kërkimore shkencore për ambientin. Për rektorin Jaho Cana, kjo qendër do të jetë ndihmës shumë e madhe për gjithë komunitetin ku jetojmë, por edhe për t'u ardhur në ndihmë politikave të zhvillimit ekonomik të gjitha bashkive të qarkut jugor. Kjo qendër kërkimore shkencore do të ngrihet në bashkëpunim me këtë organizat, ku do të ketë një komitet koordinues, ku do të ketë përfaqësues nga dy palët dhe do të jetë dhe një koordinator. Objekt i kësaj qendre kërkimore do të jetë kryesisht ruajtja e ambientit pa prishur shkallën e zhvillimit ekonomik e shoqëror të gjithë qarkut të Gjirokastrës dhe veçanërisht të pellgut të lumit Vjosa. Kur flasim për mjedisin, natyrisht kjo është një fjalë mjaft e gjerë, e cila përfshin ruajtjen e këtij ambienti, por mbi të gjitha duke njohur të gjithë elementët me hollësi përbërës të këtij mjedisi në cilit ne jetojmë. Do të jetë e para e llojit të vet në Shqipëri dhe do të përfshihet të gjithë stafi akademik i Universitetit të Gjirokastrës. Do të jetë një ndihmë shumë e madhe për të gjithë komunitetin në cilin ne jetojmë dhe mbi të gjitha për të ardhur në ndihmë politikave të zhvillimit ekonomik të gjithë bashkive të qarkut tonë. Pra, në thelb, kjo qendër kërkimore dhe shkencore do të jetë një arritje shumë e madhe dhe do të jetë e para e cila ndërtohet në vendin tonë dhe do të jetë një model shumë i rëndësishëm për të ushtrirë pasaj edhe më gjerë, jo vetëm në rajonin e Gjirokastrës. Unë shpresoj dhe besoj fort se serioziteti i dy palëve për këtë ngritjen e kësaj qendre do të ndikojë së tepërmi në arritjen e një produkti shumë të rëndësishëm. Ky projekt përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt rritjes së rolit të Universitetit të Gjirokastrës si kontribues aktiv në zhvillimin e qëndrueshëm të rajonit. Në Gjirokastër, kandidatët për deputet të Partisë Socialiste kanë vijuar takimet elektorale me banorë të zonave të ndryshme. Kumbaro ishte në fshatin Picar, ndërsa së bashku me pirodhimën shpalosi programin e Partisë Socialiste për qarkun jugor para banorëve të lagjes 11 janari. Nga ana tjetër, krye demokrati Berisha ka vijuar takimet me elektoratin në qytete të ndryshme të vendit. Drejtuesja politike e Partisë Socialiste për qarkun Gjirokastër, Mirela Kumbaro, u takua me banorë të Picarit, ku prezantoi programin e Partisë Socialiste dhe projektet për zonat rurale. Para zgjedhësve, Kumbaro u shpreh edhe mbi skuadrën e kandidatëve për deputet për zgjedhjet e 11 majit, të gjithë sipas saj linduritur me punë e kontribute në këtë qark. Shumë faleminderit që jemi të gjithë të bashkë. Siç keni qenë shumë herë tjera dhe siç do vazhdojmë të jemi. E rëndësishme është mbi të gjitha që ta dëgjojmë njëri tjetrin, që nëse është bërë rruga, të vazhdojnë të bëhen dhe rrugë të tjera. Që nëse është bërë ujësjellsi, të vazhdojnë të bëhen ujësjellës tjerë. Që nëse është bërë Gjirokastra, të bëhen dhe fshatrat. Dhe skuadra që unë kam nderin të drejtoj e kandidatëve për deputet
janë për të parën herë lista e kandidatëve për deputet në qarkun e Gjirokastës janë njerëz që kanë lindur këtu, janë rritur këtu, kanë krijuar familje këtu, punojnë këtu. E vëjna tos muna lini me zinxhira sistemi politika jemi zoni i një populli nuk kështrohemi nga Afrika në Europë me merit jo me drama politike s'po trënkas mos i mik. Lagja 11 janari ishte ndalesa e radhës e zonjës Kumbaro, ku së bashku me Pirodhimën prezantuan projektet e mandatit të katërt, duke u fokusuar tek ato që do të zbatohen në qarkun e Gjirokastrës, që nga aeroporti i Gjirokastrës dhe deri tek ura e Vjosës. Këtu është një lagje që bashkë me 11 janari me çitët dhe Azmurat, është një lagje ku në gjithë pjesën e Azmuratit u kam kaluar fëmirin, ku në këto sokak kam vrarë gjunjët edhe kam mësuar të eci si ngjitet sokaku kur është në të përpjet e si zbritet kur është në të përpjet. Mandati 4, Gjirokastrën e vë në zemër të jugut, midis juglindjes dhe jugperëndimit. Aeroporti i Gjirokastrës do të jetë aeroporti i të gjithë jugut të Shqipërisë. Vizioni i Edi Ramës e bën Gjirokastrën sot të jetë qendra e turizmit. Se vizioni i Edi Ramës dhe i Partisë Socialiste e bën Tepelenën destinacion turistik dhe e lidh Tepelenën me Përmetin, me Sarandën, me Vlorën, me Himarën, me Gjirokastrën. Dhe tani shumë shpejt është vizioni i Edi Ramës që Përmetin e bën qendrën e juglindjes, sepse fillon rruga Qarshov, Përmet, Tepelen, sepse brenda vitit fillon ura tjetër, tek ura e Pashajt, Tepelen, drejtë në Dragot, që për të gjithë turistët që shkojnë në atë aks, të shmanget ura e Leklit dhe ura e Dragotit. Sepse është vizioni i Edi Ramës që do të bëj unazën e Kshajupit për të lidhur Gjirokastrë, Liboov, Poliçan për të lidhur Zagorien me Pogonin. Na presin disa punë më veri që do na çojnë Gjirokastrën dhe Shqipërinë drejt një të ardhme të sigurt drejt Bashkimit Evropian. Atje ku ne e kemi synimin, atje ku ne kemi objektivin dhe atje ku është familja e madhe dhe atje ku të gjithë ne do të bashkohemi dhe do të vëni me atë ëndrrën e viteve 90 ta bëjmë Shqipërinë si Europën. Shpresoj dhe ndëroj për atë Gjirokastrën siç ju e ndëroni për fëmijët tuaj dhe unë ndëroj Gjirokastrën e vitit 2030. Duke u fokusuar tek paketa ekonomike si një nga shtyllat kryesore të programit elektoral, nga qyteti Pogradecit Sali Berisha ka premtuar zhdukjen e varfërisë brenda 100 ditësh, nëse koalicioni Shqipëria Madhështore vjen në pushtet. Zhdukim brenda 100 ditëve varfërinë ekstreme dhe mjerimin nga Pogradeci. Pra, në radhë parë, ne me zemër në dorë ju kthejmë parat shqiptarëve, vendosim rrogën minimale 500 euro, vendosim kartën e konsumatorit me cilin çdo rrogull, çdo pensionist, çdo qytetar me minimum jetik do të marrë ushqimet dhe gjërat bazë me çmim 20% më lirë. Kryedemokrati replikoi në distancë me kryeministrin Edi Rama lidhur me epitetet e fundit në adresë të tij. Të gjithë fjalët e tij janë 5 fjalë. Bufi, Kneta, Zhapiu, Hardhuci, Autiku, Budallaj e tjerë. Me gjithë këte ai përpiqet të banalizoj fushatën elektorale. Porosit lakejt e tij që debatin ta përqendrojnë tek mosha e Sali Berishës. Me qenë se i nxit për moshën, hajde këtu të provohemi në të gjithë fushat. Berisha premtoi gjithashtu dyfishimin e buxhetit të shëndetësisë, bujqësisë dhe arsimit, ndërsa shtoi se çmimi i naftës do të ulet me 40%.
Konferenca ndërkombëtare për rolin e gruas nisi me mbajtjen e 1 minutë heshtje në ditën e Zis në nder të Papa Franceskut. Në referimin e tij në panel ku ishin të pranishëm përfaqësuesja e qeverisë së Kroacisë, sekretari i përgjithshëm i CD-s, si dhe Elmar Brok, kryedemokrati Berisha tha se synon rritjen e përfaqësimit të grave në politikë dhe vendimarrje, një model që si kundërtha është ndryshe nga ai i kryeministrit. Kundërshtari politik është mizogen, i njohur publikisht si mizogen, i dhunshëm, i dokumentuar si njeri i dhunshëm. Ish kryetari i Komisionit të Punëve të Jashtme të PS, Elmar Brok, theksoi se ndryshimi është domosdoshmëri në Shqipëri. Rama tha ai e shndërroi vendin në narkoshtet. Edhe takimi i njësisë 11 në Tiranë nisi për demokratët me 1 minutë heshtje në nderim të Papa Franceskut. Kryedemokrati firmosi kontratë me përfaqësues të banorëve që në rast fitore në zgjedhjet e 11 majit qeveria të përmbyll procesin e legalizimit. Nuk thot dot njëri që unë nuk kam bajtë ndonjëherë fjalën, por jam këtu për të zotuar para jush se në mënyrë absolute asnjë banesë e juaja nuk do të preket dhe se do të ketë legalizim të plot, total dhe pastaj urbanizim. Kryedemokrati Berisha tha se është i vendosur për të mos lejuar iniciativën e Ramës për paqen fiskale, një projekt që si kundërthot i hap rrugë pastrimit të parave të krimit, ndërsa thekson se gjobat e vendosura ndaj qytetarëve do të zerohen. Ai vetë është në paqe dhe në bashkëpunim të ngushtë me to, por unë i garantoj ata atje ku janë, se asnjë qendar, asnjë dollar, asnjë euro nuk do mund të sjellin në Shqipëri. Jo. Edhe pse e quajti të humbur në garë, Berisha e ftoi sërish në debat publik kundërshtarin e tij Edi Rama. $47.600 votues numërohen në listat e Bashkisë Sarandë për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Gjithë procesi zgjedhor në këtë bashki do të administrohet nga KZAZ 91, ku të gjithë anëtarët janë bashkëpunues dhe të angazhuar për të kurorzuar një proces zgjedhor të bazuar në ligj, të rregullt dhe të qetë. Infrastruktura zgjedhore po shkon çdo ditë drejt kompletimit për territorin administrativ të Bashkisë së Sarandës në KZAZ me numër 91, që do të administrojë të gjithë procesin zgjedhor të 11 majit. Kryetari i këtij komisioni, Elvis Kuci, thotë se janë përcaktuar qendrat e votimit, vendodhjet e tyre në përputhje me kërkesat e ligjit, si dhe komisionerët për çdo qendër, numri i përgjithshëm i të cilëve shkon në 364. KZAZ-ja jon, numër 91, ka përcaktuar të gjitha qendrat e votimit, cilat janë 52 në Bashkinë Sarandë. Është identifikuar pozicioni i saj nga lista që nga dorëzuar nga bashkia, ka disa ndryshime të vogla. Gjithashtu janë përcaktuar komisionerët për 2 subjekte politike. Total janë 364, se janë 7 për çdo komision. Ditët e fundit është bërë shpallja listave përfundimtare pas korektimit dhe plotësimit të tyre. Qytetarët mund të kërkojnë emrin listë dhe të verifikojnë ku ndodhen. Nëse kanë aplikacionin e Komisionit Qendror të Votimit, atëherë mund të futen aty me të dhënat e tyre dhe e gjejnë direkt. Për KZAZ 91, ky është momenti i vendimarrjes për të përcaktuar koordinatorin, që është një i tillë për çdo 3 qendra votimi. Në këtë moment që flasim, nga ana e KZAZ-s është duke u saktuar koordinatori, i cili për çdo vendosje të komisioneve, do të thonë nëse në një objekt ka 2-3 komisione, duhet të jetë një koordinator për çdo subjekt, që në total shkojnë tek 30 në bazë të vendodhjeve. Për pak ditë pritet që KZAZ të lërë Selin, ku është punuar deri sot për të operuar në vijim në mjedisin e përcaktuar si qendër ku do të bëhet numërimi votave. Pazari Gjirokastrës është një destinacion i preferuar për turistët, sidomos gjatë pranverës, kur qyteti është më i gjallë dhe ofron një atmosferë të veçantë. Në këtë stil, Gjirokastra vazhdon të tërheqë një numër në rritje turistësh. Jemi në pazarin karakteristik të Gjirokastrës, një nga zonat më tërheqëse për vizitorët të vendas dhe të huaj. Në fundjavë, pazari shndërrohet në një destinacion të preferuar për turistët, të cilët vijnë për të shijuar arkitekturën unike të tij, rrugicat me kaldrëm, dyqanet me punime artizanale dhe gatimet tradicionale që restorantet në këtë zonë të qytetit ofrojnë. Të gjitha këto krijojnë një përjetim të veçantë që çdo vizitor e merr me vete si
kujtim nga Gjirokastra. Nuk është thjesht një shëtitje, është një përjetim. E shijojmë shumë dhe e njohëm vendasin miqësor. Gatimet tradicionale gjithashtu janë të mrekullueshme. Provuam byrekun dhe qifqit. Pazari i Gjirokastrës është si një udhëtim në kohë. Është i mrekullueshëm dhe plot histori. Pazari është një miks i kulturës dhe arkitekturës. Po e shijojmë shumë këtë vizit. Na maniti mënyra si ruhet tradita këtu. Është kënaqësi të shëtitësh dhe të zbulosh artizanatin vendas. Unë kam vizituar pazarin 15 vite më parë dhe po shikoj shumë ndryshime në të. Super nice. Pazari i Gjirokastrës është një destinacion i preferuar për turistët, sidomos gjatë pranverës, kur qyteti është më i gjallë dhe ofron një atmosferë të veçantë. Në këtë stin, Gjirokastra vazhdon të tërheqë një numër në rritje turistësh, duke kontribuar në zhvillimin e turizmit dhe ruajtjen e trashëgimisë kulturore. Liceu Artistik Fehim Ibrahimi në Gjirokastër pret të rinj nga rajoni Jugor, të cilët të zgjedhin të studiojnë për muzikë dhe arte figurative. Mes tyre ka dhe nga ata që e vazhdojnë këtë rrugëtim, por edhe nga ata që e përfundojnë së bashku me studimet 3 vjeçare, duke e vlerësuar si një eksperiencë mbreslëse. Ka zgjedhur të studiojë në Liceun Artistik Fehim Ibrahimi për artet figurative. Odeta është në vitin e dytë dhe ka vendosur të vazhdojë këtë eksperiencë duke ndjekur studimet e larta. Kam 2 vite që studioj në shkollën Fehim Ibrahimi dhe jam shumë e kënaqur sepse shkollën e lartë do ta vazhdoj për Akademinë e Arteve dhe mendoj për ndonjë dizajn, për ndonjë make-up artist ndoshta, por që më shumë jam tek dizajni. Mësuesit na qëndrojnë shumë afër, gjithmonë ndërkohës kur kemi nevoja që për shembull diçka nuk e kuptojmë, mësuesit na ndihmojnë, na e shpjegojnë derisa ta realizojmë pikturën. Edhe Fabiani, që ka zgjedhur klarinetën, e sheh veten në Akademinë e Arteve pas përfundimit të ciklit 3 vjeçar të studimeve në këtë shkollë. Jam zënës i vitit të dytë, studioj për instrumentin e klarinetës dhe kam synime tjera, dua të vazhdoj Akademinë e Arteve. Kam gati 3 vjet që studioj për këtë instrument. Më pëlqen shumë, është një instrument frymor që më pëlqen shumë. Këtyre të rinjve të apasionuar pas muzikës dhe arteve figurative, u jepet mundësia që talentin e tyre ta shpalosin edhe jashtë mureve të kësaj shkolle. Janë të shumta aktivitetet ku ata marrin pjesë, duke dhënë kontributin e tyre në gjallërimin e jetës kulturore të qytetit të Gurt. Në fund të ditarit informativ, do të mund të ndiqni një material të zgjeruar mbi aktivitetin e Liceut Artistik Fehim Ibrahimi në Gjirokastër. Vijojmë me të tjera informacione. Prej datës 14 prill janë hapur aplikimet për skemën kombëtare të subvencioneve në bujqësi. Bashkia Libohovës po ndihmon fermerët dhe blegtorët për të plotësuar dokumentacionin e nevojshëm për aplikim dhe deri më tani, rreth 40 fermer janë paraqitur për asistencë. Në total janë 91 blegtor dhe 32 fermer në këtë bashki që përmbushin kriteret për të qenë përfitues. Prej datës 14 prill janë hapur zyrtarisht aplikimet për përfitimin nga skema kombëtare e subvencioneve në bujqësi. Për të ndihmuar fermerët dhe blegtorët në këtë proces, Bashkia e Libohovës po i asiston ata në plotësimin e dokumentacionit të nevojshëm për aplikim. Sektori i bujqësisë pranë Bashkisë Libohovë kontribon në plotësimin e dokumentacionit përkatës, si dhe në ndihmën teknike për fermerët, me qëllim që aplikimi i tyre të bëhet në kohë dhe i rregullt. Sipas specialistit të bujqësisë pranë bashkisë Filip Zëra, interesi i fermerëve është i lartë. Deri më tani rreth 40 fermerë janë paraqitur për të përgatitur aplikimet e tyre dhe për të përfituar nga mbështetja financiare. Përgjithësi interesi është i madh që ditët e para, të cilat filluan në datën 14 prill dhe do të përfundojnë në 30 maj, fermerët drejtuan pikave dhe kanë filluar aplikimet për këto skema. Unë kam këtë apel që fermerët të aplikojnë, pasi këto skema mbështetin prodhimin e tyre, lehtësojnë shpenzimet dhe ndikojnë financiarisht në buxhetin e tyre, pasi një pjesë e shpenzimeve subvencionohet nga shteti.
Në bashkinë e Libohovës janë 91 blegtor dhe 32 fermierë të cilët përmbushin kriteret për të qenë përfitues të skemës kombëtare të subvencioneve. Prej afro një dekade, ajo një pjesë të ditës e kalon Buzdetit duke peshkuar me grep. Suzana Terolli, këtë sport që u takon burrave, bën me dëshirë edhe pasion, dërsa në vite ish kthyer si një zgjidhje për të larguar stresin. Ndodhë rëndom që Buzdetit të Sarandës të shikosh njerëz që peshkimin me grep e kanë pasion. Janë njerëz të detit që tani zanatin e kanë kthyer në pasion, ose mesobura që ushtrojnë peshkimin me grep si hobi gjatë orëve të tyre të lira. Ndërsa fillua në duart e një gruaje është një befasi më vete. Për Suzana Terolli, peshkimi me grep është kthyer në një nevojë për të hequr stresin. Kjo është një rjentë e bukur të heq stresin, e kam bite që e kam filluar, edhe më bëri për vete. Dalë 3-4 ditë nga 2 orë, 3 orë. Është antistres. Është shumë eksperiencë e bukur. Ne nuk kapim sasira të mëdha, ne dalim më shumë për hobi, për të çlodhur. Në këtë kërkim të peshkut me mjetet më të thjeshta të peshkimit në çantë, është e shoqëruar nga bashkëshorti i saj, por në dyshën e tyre Suzana është violina e parë. Fillua çfarë trashësie ka? 35 që ndyzja që. Pastaj për të shtë më dhejnë duhet një qik më e marë. Do këta po da kap në njëra, bëjmë? Kap. Me grep tresh. Duhet tresh ata po. Me e bukur e Suzanës është kur në thotë se është bërë 2 herë gjyshe, të 4 fëmijët i ka të martuar e të reguluar me familjet e tyre. Kujton se kur ishin fillimet e saj në gjuetin e peshkimit, e kishin ca të rënd që ajo të bënte një sport burash. Kam 4 fëmijë. Ka një qik të rënd, po unë sa do të plasin ata, unë po vazhdoj akoma. E nuk është një punë që të kesh turp, është punë zbavitse. Njeriu ka nevojë të lëvizë. 64 vjeçaria shikon dhe merr jetën me sportivitet të admirueshëm, prandaj dhe e shijon ashtu si t'i vi, por edhe ashtu siç ajo di. E shijon përmes adrenalinës i jep peshkimi me grep për disa orë çdo ditë, edhe përmes shijes së peshkut të freskët të zënë nga vet ajo. Kemi përfunduar këtu të nderuar shikues, por unë ju kujtoj se me njerë pas siglës mbyllëse ju do të mund të ndiqni një material të zgjeruar mbi aktivitetin e Liceut Artistik Fejmi Ibrahimi në Gjirokastër. Bashkë ndahemi, miru takofshi.